serioze, por me siguri me kalimin e kohës do bëhet e qartë pse është vërtet ka qenë kështu. Të mësojmë tani nga ky mision, mund të mësojmë më shumë rreth kësaj anës së errët apo pjesës tjetër të hanës dhe pse ka këtë gjendje më ndryshme se pjesa që ne e shohim. Më shumë do mësojmë nga misioni Artemis 3, sepse tek misioni Artemis 3 ne do zbresim në hënë dhe po themi ne sikur do jemi ne, po pasi na pëlqen të përfshihemi pak në këtë kolektiv. Ideja është në misionin Artemis 3 astronautët do zbresin në polin jugor të hënës dhe do qëndrojnë atje, kështu parashikohet pak 6 deri në 7 ditë, për gati një javë do qëndrojnë në hënë, ku do mbledhin mostrat, do bëjnë analizat e ndryshme që për cilat kanë shkuar atje, do testojnë teknologjitë e reja për cilat kanë shkuar atje, për shembull një teknologji shumë interesante që do testohet për herë të parë, do jetë shfrytëzimi i akut të ujit të ndodhur në hënë, që ndodhet në polin jugor, dhe prandaj do shkojnë atje. Dhe ideja është që ta bëjmë për të marrë ujë që mos ta marrin nga toka, por ta marrin nga hëna. Do jetë shumë interesante që për herë të parë, gjithmonë nëse gjithçka funksionon siç duhet, do kemi mundësinë ose do tregojmë praktikisht që ne mund të shfrytëzojmë po themi pasuritë minerare, ta quajmë kështu, të një objekti jo toksor, siç është hëna në rastin tonë, por sigurisht nëse kjo teknologji ka sukses, pastaj këtë gjë mund ta bëjmë fare mirë në Mars apo dhe kudo tjetër që mund të shkojmë. Po imagjinojmë kështu goxha e frikshme edhe në njëjtën kohë fantastike që është duke ndodhur dhe ne jemi duke e pa, duke e përjetu. Pikërisht, unë kur e pajsha më thonë live gjatë kohës që transmet kur e pajsha live është ajo një zhurmë që njihet mbrapa makinerisë, më jep një farë sikleti, se shumë më duket si një farë filmi që veç po pret me eksplodu momentin kryesor. Diçka tillë më asojke, po jashtëzakonisht interesante, edhe e frikshme, po edhe bukur me pa. E kur jemi këtu ne më dash me bëni pyetje që mundi me tingëllu banale, po që më që është goxha interesante me pyet. Unë për vetë sorë gjithësinë, bot kuptimit që unë jap ose përgjigja unë jap këtij kësaj është në shaf fuqia, një fuqi tjetër, pra është Zoti është krijuesi, është diçka e tillë. Dhe më intereson me pyet astrofizikanin, tu e pas parasysh astrofizika edhe feja nuk është në shap takohen shumë shpesh në mënyrën se çysh e shohin, se çysh e përkthejnë këto dukuri natyrore. Më intereson me ditë sa kemi hapësirë në shas, se cili kish më qenë shpjegimi tjetër, pra shpjegimi religjioz, shpjegimi fetar mbi këtë se çka po ndodh. Edhe në rast që, domethënë, ne po eksplorojmë pjesë të botës që nuk i kemi pa aq lehtë deri tash ndoshta. A mundi me supozu që këtë ka ndodhur në bazë të një evolucioni, apo e vetëm mbështetje më e lehtë shpirtërore me thonë që është krijuar nga Zoti? Qysh është relacioni? Cila është përgjigjja ju në këtë meselë? Kjo është një pyetje shumë interesante. Në fakt do të keni parasysh diçka shumë të rëndësishme, se nuk është se më jepet rasti ta diskutoj shpesh këtë gjë. Po shkenca dhe religioni vërtet nuk përputhen, por as nuk janë kundërshtar njëra tjetrës, sepse do të kuptohen diçka të rëndësishme. Shkenca dhe teologjia janë dy mënyra të ndryshme për të përshkruar edhe gjëra të ndryshme shpeshherë. Teologjia kryesisht është morali, është sjellja e mirë, elemente të krijimit, ndërkohë që shkenca përshkruan ato që sheh. Dhe fakti që ne po tentojmë të shkojmë në pjesë të tjera të botës, në fakt të universit, u mendoj që kjo do na bëj, si thua, ose duhet na bëj të dëgjeshëm të vlerësojmë tokën tonë, sa e bukur është krijuar dhe sa e bukur është ajo, dhe sa e vlefshme është ajo dhe sa unike është toka jonë. Sepse mjafton të dalësh jashtë tokës dhe e kupton që mjedisi ose universi është gjithçka përveç se miqësor. Dhe brenda tokës tonë ne jemi të mbrojtur nga shumë gjëra të cilat ne nuk jemi të ndërgjegjshëm. Dhe shpesh jemi dhe as pak mirënjohës në një farë mënyrë. Kështu që u mendoj që këto misione janë mënyra më e mirë për të na treguar ne sa të bekuar jemi për këtë që kemi, sa të lumtur, sa me fat jemi për këtë që kemi në planetin tonë. Ndërka që kam dhe një pyetje, njësoj, sepse jemi drejt fundit dhe më duhet ju liroj. Njësoj si kurse ne jemi duke eksploruar në hënë dhe planetet tjera, a mund ta eksplorojnë, a ka ndonjë fuqi tjetër që mund ta eksploroj tokën, planetin tonë? Po tani, sipas njoftimeve të fundit nga presidenti Trump, me sa duhet këto fuqitë e tjera pas kanë bërë me kokë këtë gjë, ta shoqëruar alien, por sinqerisht është pak e vështirë të flasësh në mënyrë absolute që ka apo jo jetë në planetet të tjera apo në sisteme të tjera diellore. Ne e presim që të ketë, sepse ka shumë planete, ka shumë yje, ka shumë galaktika, është pothuajse pamundur të mendosh që vetëm toka ka jetë. Bisë edhe kjo dhe që kolegu ju e bëri dhe pyetje pak me natyrë teologjike dhe teologjikisht nuk është e pamundur, por ideja është që
Ideja është që ajo që kuptoj unë personalisht është që pa pasur një provë definitive për ekzistencën e alienëve është e vështirë të pohojmë. Mjafton t'ju kujtoj vetëm diçka, ne mendonim ose astrofizikanë mendonin me kohë që do kishte sisteme të tjera diellore, do kishte planetet të tjerë që ne quajmë egzoplanete. Po pa pasur fotografi të tyre, është pak e vështirë ishte pamundur ta konfirmojnë në mënyrë absolute. Dhe në momentin që erdhën provat, tashmë është diçka krejt e natyrshme ta pohosh. Kështu që në momentin që ne do kemi prova të pakundërshtueshme për ekzistencën e alienëve, sigurisht që do mund të themi pastaj atë që pyetet ju, që po edhe të tjerë na kanë vëzhguar dhe ne kanë studiuar tokën tonë dhe na kanë vizituar në misione pa e ditur ne ose pa qenë ne të dërgjeshëm. Klaudio, të faleminderit shumë që ndohat këto momente së bashku me ne dhe me shikuesit e programit tonë. Kënaqësi të bisedoj me juve. Unë faleminderit për ftesën.